Kam dalur për të gjetur nusen ideale. Nga showbizi shqiptar, kam këtu tunën. Si do ishte si nuse, shtëpia tuna? Ha? Jo, të shi, Si do duket ty? po, unë jam moshe vjetër kështu. Për çunin. Nuk në duhet, nuk në duhet. Gjensila Myrtezaj. Nuk i përse. Jo? Për familje. Megi Pojani. Kjo mund t'jetë nuse për shtëpi për shembull, t'laj, t'shit, gatuj, t'shplaj. Kjo, Ha? po. Shive i herë? Po. Kjo po, Megi po. Fjolla Morina. Shive këtë? Si do duket kjo? Shumë e mirë. Edhe fjolla do lante, do fshinte, byrekun mendon petet e byrekut do t'i Ne. hapte? Kjo, ja është nuk përse, nuk. Jo? Edhe Jo, Efi Dhedhes. Shive po këtë? Nuk ban për Jo, shtëpia. tani vetëm Megi Pojani bën. Vetëm kjo ishte e mirë, ë? Po. Për nusen e çunit mirë. Diska. Faleminderit. Ditë të mbar. Jo, po. Un kam dalë se dua të gjej nusen ideale për çunin tat. Po, Nga gozat e showbizit kemi këtu tunën. Si do duket tuna për nuse shtëpie? Shive i herë? vallaj, me thënë të drejtën, unë këto, vallaj, me thënë drejtën nuk i fut dhe të shpi. Për shembull, ja, banjon do mundej ta lante tuna me këto thonjtë e gjatë? Jo, më që tha, Ë? ku bëj punë ta? Shive po Gjensila Myrtezaj, shive A, Gjensila jo. Myrtezaj. As Gjensila? Jo, një grotë këthesh, po. Mirë. Megi Pojani. Jo, asja. As Megi? E bëj pas ke kërkesat shumë të larta ti mo. Jo, ndo këthesh fare. Tjetë me i pusan gjatë, jo pusan kështë gjithë. Jo të shkurtër, ë? Jo. Shive Fjolla Morinën një herë? E shop. Po kjo? Jo. As kjo? Jo. Mirë, e fundit, shansi jot i fundit. Efi Dhedhes. Jo. As Efi? Jo. Po si e do nusen e çunit ti? Unë nusën e cunit e desha, tamam, se ajo Egja Tako. Egli Tako. Është nusja ideale për çunin tat. Me mira. Jam i knaqë me atë. Do me thënë që ta doj. E thes, ta doj, ta ku mbajnë këto shkojnë disë, më të shëgjë. Nga vipat, shikoj një herë, shikoj, për djalin për shembull. E zot, Tuna, si do duket tuna? shiq e nane. Jo? Gjallë. Gjensila, shive herë Gjensilën. Po pse po? E Megin, shive Megin. As Megi. Fjolla Morinën? Jo. Efi Dhedhes. Dhe du ju tregoj disa foto nga personazhet e njohura. Tuna për shembull. Si do ishte nuse për shtëpi? I bret. I bret? Pa. Pse? Për faqe të zezë, që dojë nusa shumë laskuriq? Për tjerët apo për A shpi? do i tërholte tuna petet e byrekut për shembull? A si qik me? Fare. A si qik? Gjensila Myrtezaj. Po, i bret. Pse kjo? Edhe kjo. I bret. Okej. I bret. Megi Pojani. Po. Jo? As Megi? Ai pas ke një kërkesat e larta jo. normal. Fjolla Ja, Morina. mund të them që ti mund t'jesh një nuse ideale. E vërtet. Po. Nga veshja. Po dhe nga veshja, dhe nga paraqitja, dhe... Jo, po, jo. Po Efi? Kush është kjo? Efi Dhedhes. Efi Dhedhes. Çka? Çka? Kjo është çik më Mund ndryshe. t'ishte nuse kjo? Mund t'ishte. Tani cilat janë kriteret tuaja për nusen? Kriteret e mia për nuset. E para njëherë që të duan çunat që kemi, që është kryesorja. Okej. Ashtu, të rrisin fëmijë të mirë dhe të shëndetshëm, të kenë mendjen për familje. Dhe mos ta kenë mendjen për kafen era, që apo në për pubet e bllokut. Nëse nusja do e trastonte djalin për shembull, ju do e falnit? Atë Si prind çifti. Unë s'kam punë fare, atë di çuni. Ju si vjera si jeni? Neve jemi shumë të mira. Nuk ndërhyni. Absolutisht. Tuna, si të duket për nusen e djalit për shembull? Unë s'kam djalë, kam vajza. Jo, okej, po nëse do kishe djalë, si do ishte tuna si nuse? Bën as bën? Jo, s'bën pare. Gjensila Myrtezaj, bën apo s'bën për nuse? As kjo. As kjo? Megi Pojani për shembull, do e tërholte petën e byrekut? Si do Qa them? duket? Shikoje një herë? Që?
Është që ke zhveshur? E zhveshur. Po Vjolla Morina pastaj. Edhe kjo po shu. Shife dhe në fytyrë? Pa ftyrë, po, më ndryshesh në ftyrë. E mirë në fytyrë Vjolla, bë, no? Po. E fundit të shefi Dhedhes, shife i Erefin. Dhe kjo e zhveshur fare është edhe kështo, gjinov se je vajzat bukura të reja, Po tani s'ke që bën, është në modë edhe kjo që tregon. Ne jena me mentalitet tjetër. Po ti thua që kur zhvishesh nuk je nuse për shtëpi? Po, ja, unë jam nga Tirana dhe nuk i pranojmë të gjëra fare. Tuna, si do ishte si nuse për shtëpi? Do e pranoje ti si nuse shtëpie? Si mbas kohës, po. Po, Tuna po. Gjensila Myrtezaj? Po. Okej. Megi Pojani? Shive dhe Megin? Po. Po dhe Megin. S'ka në një. Vjolla Morina? Tani kanë tepruar pak, po. E kanë tepruar me çfarë? Me veshjen, me çfarë? Me veshjen. Pra po thua janë pak të ekspozuara. Po. Po Efi Dhedhes? E fundit. Po, si ato që thash janë. Do me thënë po Janë të të gjitha. ekspozuara. E diti Po janë të që ekspozuara. e diti që je njeriu i parë në të gjitha intervistat që kam bërë që the po, për kohën po. Çfarë të bën ty të mendosh që po? Po, asgjë, ç'm bën. Do me thënë nuk ka Femrat gjë që femra të nuk- ekspozohet jo. thua ti. Nuk ka problem. Po jo, po se ekspozimi do ta heqin. Tuna, si do të dukej si nuse shtëpia? Shikoje? Po mirë, këta çuna që do nuse për shtëpi, kanë shtëpi? Po të pjesë ty, Se di, mund të kenë, mund mos kenë, mund të shkojnë dhe të prindrit. Ja, nuk. Ti si prind për shembull do e pranoje nusën kështu? Ku ka nuse ka jetë e saj, unë kam jetën time, në shtëpi time jo. Jo në Me shtëpinë djalin tënde. në shtëpi më vetë eletike kur doj, nuk e ka problem. Pra nuk e ke problem Tunën. Gjensilen? Gjensile e ka dhënë provat, jetë vajza mi. Tuna për shembull, si do ishte si nuse? Shtëpie. Shumë e mirë, Shumë e mirë. Gjensila. super e mirë. Super e mirë, ë? Megi Pojani. E mirë, E mirë shumë. Vjolla Morina. shumë e mirë. Akoma më e mirë. Dhe Efi Dhedhes. Ándale.